Big Brother Kosova, fjalët pas daljes, Alba, Dolce dhe hija e deklaratave që nuk mbyllen me finalen. Në Big Brother Kosova, historia nuk përfundon kur dikush del nga shtëpia. Përkundrazi, shpesh atëherë fillon kapitulli më i ndërlikuar, ai i deklaratave, i keqkuptimeve dhe i fjalëve që jetojnë jashtë kamerave. Një nga temat që ndezi debat ishte ideja se Alba, pasi të dalë jashtë, do të përballet me të vërtetat të pathëna, se Dolce do t'ia tregoj qefin dhe se fjalë të forta përmendin vende të largëta, udhëtime. Dhe një krenari që nuk pranon të shuhet lehtë pas daljes nga shtëpia, kur realiteti ndryshon rregullat brenda shtëpisë, çdo gjë filtrohet nga rregullat. Kamerat dhe kufit. Jashtë, fjalët marrin peshë tjetër. Alba, si shumë ish banor, do të përballet me pamjet e ritransmetuara, interpretimet e publikut dhe rrëfimet e të tjerëve. Kjo është faza ku emocionet rishkruhen dhe ku e shkuara rishikohet me sy të rinj, Dolce dhe tregimi i qefit. Çfarë nënkupton realisht kur thuhet se Dolce do t'ia tregoj qefin Albës? Kjo nuk ka të bëjë domosdoshmërisht me përballje direkte. Shpesh në Big Brother, kjo shprehje nënkupton nxjerrje të së vërtetës sipas këndvështrimit personal, sqarime publike ose thjesht vendosje të kufive. Dolce njihet për mënyrën e drejtpërdrejtë të komunikimit. Jashtë shtëpisë, kjo drejtpërdrejtësi mund të marrë formë intervistash, postimesh apo deklaratash që synojnë të sqarojnë pozicionin e saj, jo të ndezin konflikt. Alba përballë narrativave të reja. Për Albën, momenti i daljes është edhe moment reflektimi. Ajo do të duhet të përballet me çfarë është thënë për të, çfarë është interpretuar gabim dhe çfarë ka mbetur e paqartë. Kjo është sfida e vërtetë, të ruash qetësinë dhe identitetin kur versionet e historisë shumë fishohen. Fjalët e forta dhe emocionet e papërpunuara, deklarata si po shkojnë në kinema udhëtime, kanë për ta gjetur shpesh nuk janë përkthim literal. Ato janë shprehje figurative të xhelozisë, mënyra për të treguar se një histori nuk është mbyllur emocionalisht, ose thjesht reagim impulsiv në kulm emocionesh. Në analizë, këto fjali tregojnë pasiguri dhe krenari të lënduar. Jo plane reale veprimi, publiku dhe keqleximi i toneve. Publiku shpesh i lexon këto fjali me sy sensacional. Por në thelb, ato janë shprehje emocionale, të thëna në nxehtësi, që kërkojnë kontekst. Big Brother krijon situata ku fjalët e mëdha thuhen shpejt, por kuptohen vonë. Xhelozia si produkt i vëmendjes. Xhelozia në këtë format nuk lind vetëm nga ndjenjat, por nga vëmendja publike. Kur emrat përmenden, kur klikimet rriten, emocionet intensifikohen. Alba dhe Dolce bëhen jo vetëm persona, por simbolik narrativesh. Roli i mediave, pasqyra që shtrembëron, pas daljes, mediat nxjerrin tituj, fokusohen te frazat më të forta dhe lënë në hije nuancat. Kjo e bën edhe më të rëndësishme mënyrën se si ish banorët zgjedhin të flasin. Një fjalë e matur mund të shuajë zjarrin, një fjalë impulsive mund ta ndezë. Zgjedhja e qetësisë si strategji. Shumë ish banor kanë mësuar se heshtja strategjike është shpesh përgjigjja më e fortë. Alba, nëse zgjedh qetësinë, ruan imazhin, shmang për shkallëzimin dhe i lë faktet të flasin. Ndërsa Dolce, nëse zgjedh sqarimin, mund të vendos kufi, të sqarojë keqkuptime, pa e kthyer situatën në konflikt. Kur historia mbyllet me pjekuri, historia ideale nuk është ajo ku dikush fiton një debat pas daljes. Është ajo ku secili flet për veten, pa sulme personale dhe pa e mbajtur gjallë një konflikt që i përket së shkuarës. Big Brother është një eksperiment emocional. Jeta jashtë është prova e pjekurisë. Përfundim, Alba, Dolce dhe fjalët që qarkullojnë pas daljes tregojnë një të vërtetë të thjeshtë. Lojrat mbarojnë, por emocionet jo gjithmonë. Ajo që bën diferencën është mënyra si menaxhohen këto emocione. Në fund, publiku mban mend jo fjalët më të forta, por qetësinë më të mençur.